Mirë mërëma të gjithëve, a jeni mirë sonde, si dukeni? Unë si gjithmonë këtu në kryet detyrës, përpara se të shkoj edhe unë të flej gjumsen e se ngrihem sërish shpejt, doja t'ju pyesja. Si është e mundur që tani nuk flitet më, jo vetëm nga politikanët, por as nga njerëz normal, pra ata që bëjnë televizion ose që janë në kryet detyrës, nuk flasin më për bashkimin e trojave shqiptare. E keni vënë re? Dhe pyetja është pse? Pse nuk flitet më, si më parë, sepse ishte një periudhë kohe që flitej jo gjë tjetër, por veç se për bashkimin e trojave shqiptare. Dikush thoshte doli haptazi për Çamërinë, dikush tjetër për Sanxhakun, të tjerë akoma tani do bëhemi bashkë me Kosovën, pastaj të tjerë akoma me Maqedoninë, Malnezi, etj. Dhe pyetja ime është pse sot nuk flet më askush? E keni pyetur veten ndonjëherë? Kanë mbetur vetëm pak, ose më mirë vetëm një, kemi mbetur vetëm ne, ose më mirë unë, ku flasë për trojën shqiptare, pra për bashkimin e trojave shqiptare. Dhe pyetja ime është, pse sot nuk flitet për bashkimin e trojave shqiptare? Ju bëra këtë pyetje sepse është një periudhë tepër delikate. Askujt nga forcat e mëdha nuk I intereson për trojën shqiptare. Asnjërit. Pash disa video këtu që edhe të Clintonit në Kosovë, apo edhe disa komente të mëparshme, ku disa mendojnë që është si shpëtimtari I Kosovës. Ndoshta. Por duhet të dini diçka. Askujt nuk I intereson për ne. Askujt. Përkundrazi, nuk duan që të mblidhen shqiptarët, nuk duan që të bëhen. Dikush kam dëgjuar shpesh që ne e kemi të keqen nga brenda. Flasin shpesh për këtë, por unë do ta thjeshtëzoj që të kuptohet njëherë për gjithmonë. Kisha bërë një video para pak kohësh ku tregoja disa fakte të vërteta, në fakt kishte pati 1 milion klikime. Ku thoshe për shqiptarët që pse grinden mes njëri tjetrit, shajnë dhe vriten. Pra, kush është arsyeja kryesore që pse nuk flitet më? E thjeshtë, sepse shqiptarët nuk është e vërtet që urrejnë njëri tjetrin si mendohet, por janë pikërisht pra forcat politike, shoqërore dhe fetare që bëjnë këtë. Sepse nuk është faj tyre, por ka patur trysni dhe vazhdon akoma të ketë një trysni që I ndan këto në qeta të vogla. Dhe secili ka mendimin e tij dhe nga brenda tij I duket që ai atje, pra tjetri që sheh nga ana tjetër, që I përket një tjetër etnie, një tjetër besimi fetar, apo ndoshta një tjetër politike, atij I duket si rival, sepse e mendon në mendjen e tij përpara se ta thotë, përpara se të shfaqet, përpara se të shkojë të ballafaqohet me të, e mendon si një rival, nuk e mendon si vëlla. Dhe pse I them këtë? Sepse ishte ky shkaku që shumë shtete në mbar botën nuk bën atë që bëri Shqipëria. Shqipëria në 60 can ishte vendi I parë në botë që u bë një vend laik ose një vend pa fe, sepse Enver Hoxha donte që të zhdukte atë besimin në një fe apo në një tjetër, sepse vetëm në këtë mënyrë ai do t'i mblidhte pra popullin që mos të kishin në radhë të parë një adulator, si thuhet, një adhurues, por nga ana tjetër nuk do të kishin përçarje mes njëri tjetrit. Pra kishte një parti dhe kaq. Kurse sot ka 50 parti, 30 besime fetare dhe 100.000 qeta të ndryshme që secili mendon për veten e vet. Pra në fund të fundit nuk është faji I tyre, nuk është faji shqiptarëve, por është pikërisht pra trysnia që kanë futur me kohë dhe vazhdojnë akoma të mbikëqyrin në trojën shqiptare. Dhe kjo bën që askush nga këta nuk ka leverdi, nga ata që kanë investuar, nuk ka leverdi që Shqipëria të bashkohet.
Dhe në qoftë se ata kanë investuar, sepse kanë investuar me para, kanë investuar me njerëz, kanë investuar me çdo gjë. Në qoftë se ata kanë investuar, është tepër e vështirë që sot ta mposhtësh. Dhe tjetra është që ata pak që kemi mbetur, që flasim për troje shqiptare, pse nuk mblidhen troje shqiptare dhe ku është problemi, unë them që nuk del haptazi, me një fjalë diskutimi. Diskutimi nuk shfaqet haptazi. Nëse vini re, është një diskutim, por mbetet aty dhe kaq. Me një fjalë, nëse mi vini re nëpër televizione, foli njëri, një diçka, kaq, mbyllet aty. Pse? Sepse nuk ka forca politike që ta mbështes, sepse nuk ka çeta që ta mbështesin, sepse nuk ka financim që ta mbështes. Janë të gjitha, janë ajër, janë palavra, ato që thonë në njëri që bëjmë këta për bëjmë ata. Askush nuk bën. Sepse, si që thash, duen, edhe pse ti e merr vrullshëm, fillimisht një iniciativë, por ajo duhet ketë edhe mbështetje. Mbështetje jo vetëm popullore, miqësore, etj., por edhe shtetërore. Dhe kjo mungon. Pra nuk mund të ta bëj askush. Është e kot që ndonjëri për shembull flet për disa gjëra të vjetra, për shembull shqiptare. Ne flasim shpeshherë, kemi folur edhe në emisionin Enigma, ose edhe shpeshherë për shqiptare që me origjinë shqiptare, për njerëz me origjinë shqiptare apo për vende shqiptare, dhe një pjesë pikërisht e shqiptarëve tallen. Jo tallen, po ironizojnë duke thënë që i bë të gjitha shqiptare. Kur në të vërtetë duhet jetë anasjelltas, nëse ata kanë dëshirën, ose edhe sikur mos të kenë dëshirën, duke qenë pjesë e atij vendi, sepse në gjakun, në venat e çdo shqiptari rrit gjak i lirë. Duam ne apo nuk duam ne? Duan ata apo nuk duan ata? Pra kjo është e vërteta. Dhe edhe sikur mos ta mendonte kështu, duhet jetë anasjelltas, pra nuk duhet ta luftoj atë ide të re, por duhet ta mbështes atë ide të re për veten e tij në atë parë, pra për atë gjak që i rrjedh në vena. Pastaj edhe për fëmijët, për kombin etj. Tani, nuk është se kush e di se çfarë do bëj Shqipëria nëse do mblidhet, por 20 nuk bën dot asgjë. 2,5 milion nuk mund të bëjnë dot, sa mund të bëjnë 10 milion, sepse 2,5 milion që janë në Shqipëri, një pjesë e tyre, le të themi, nuk janë të informuar. Dhe ata të pa informuarit nuk mundet, janë të pakt, me fjalë që të luftojnë për një të drejtë, për shembull në këtë rast, për të drejtën e çdo gjëje të shqiptarëve. Kështu që nëse do të jenë 10 milion, në përqindje do të jenë më shumë. Dhe kjo do të bëjë që të mund të luftojnë, jo të luftojnë me armë, por po flas të luftojnë kundër një ideologjie, apo kundër dhe një vendi, pse jo? Kundër një, shiko, as kujt nga vendet fqinj i intereson që të bëhet Shqipëria e madhe, as kujt. Dhe nëse ata kanë investuar, sepse kanë baza, kush ka bankat, kush ka investuar me biznese, kush tjetër ka forca politike që i investon në to, pra të gjitha këto investime, sepse janë investime me vite, nuk mundet që sot t'i hedhin poshtë ose t'i rënojnë. Edhe sikur të futet një forcë tjetër, një forcë e madhe tjetër politike e jashtme, në këtë rast për shembull Bashkimi Evropian. Sepse Bashkimit Evropian nuk i intereson fundit, i intereson vetëm që të mbajë qetësinë dhe të jetë çdo gjë të jetë brenda territorit të Evropës. Dhe nëse futet Shqipëria, do futet edhe Kosova, do futet edhe Maqedonia, do futet Malizi, do futen të gjithë. Pra, nëse do futen për sa i përket Evropës, Evropa thot mjaft që të jenë aty, të bëjnë, të zbatojnë ligjet sipas Komitetit Evropian, Bashkimit Evropian. Por në fundit nuk i intereson nëse janë bashkë ose jo. E megjithatë, shqiptarët në atë moment mund të jenë bashkë. Pra, nëse gjenden thash në Evropë, sepse me kalimin e kohës mundet që të kenë të njëjtat ligje, të njëjtat forca ushtarake, të njëjtat çdo gjë. Dhe kjo bën që
të afrojnë mes njëri tjetrit, por sot për sot askujt nuk i intereson. Nuk i intereson askujt. Dhe ti, pra shteti ose Shqipëria, ndonse ka dëshirën e madhe për të bërë Shqipërinë e madhe ose të bashkuar, nuk ka baza, s'ka baza. Pra, është e kotë që flasim ne në për programe televizive, apo disa njerëz këtu e aty, sepse, si që thash, pjesa e rëndësishme që është politika dhe financimi nuk ekziston. Ju çfarë mendimi keni për këtë argument? Si thoni? Isha pak superlative, me shumë delikatese tash, sepse nuk dua që është thjesht një bisede e përbashkët, sepse na dhemb, e kupton, duhet që të gjithë jemi, sepse kemi lindur i rritur atje në atë vend dhe është mirë që të jemi të gjithë bashkë. Dhe ndonse shumë prej nesh, si për shembull, unë jeton jashtë, por më pëlqen, do më pëlqente shumë. Dhe do të dëshiroj një komentin tuaj, ju çfarë mendimi keni për këtë argument? Pres, hajde, natën e mirë, shihemi nesër gjumë të ëmbël.